Olta Gixhari ka diskutuar për pjesën e finales ku në një ballafaqim mes Gerta Gixharit dhe Rozana Radit shkoi ky e fundi. Gjithashtu ajo diskutoi një fenomen që po ndodh në rrjetet sociale në rastin kur humb apo fiton një person. Mes të tjerash, ka bërë thirrje që të votohet motra për në finalen e madhe duke shtuar se e meriton. Deklarata e Oltës. Kam vënë një fenomen të çuditshëm te rinia shqiptare. Pse them te rinia shqiptare? Sepse më së shumti ky lloj fenomeni ka filluar të ndodhë në rrjetet sociale. Kjo e bërtitur, kjo revoltë e rinisë shqiptare, sepse ata që komentojnë janë shumë të rinj në moshë. Si ka mundësi që nuk jemi dakord me një fitues? Më bën shumë çudi. Në çdo garë gjithmonë ai që fiton është i keqi dhe ai që humb është i miri. Patjetër që po i referohen Big Brother. Gara Rozana Gerta, humbet Gerta, të gjithë bëhen me Gertën si kur më parë. Jam shumë e lumtur për këtë. Gerta nuk ka nevojë për zhurmë Instagrami, ka nevojë për vota dhe votimet tregonin një gjë tjetër. Pra kjo zhurma në Instagram nuk përkthehet në vota dhe më vjen shumë keq për këtë dhe mund t'ju numëroj disa raste të tjera krejt të kundërta. Ishte Egli në shtëpi, nuk e duam nxirreni jashtë, doli Egli. U çuan e gjithë Shqipëria dua me Eglin, ktheni Eglin. Nuk ka kuptim loja pa Eglin. U fut Egli, pse u fut, nuk e donim. Del kok më kok me Laertin. Doli Laerti. Nuk donim ta fitonte Laerti, dua me Eglin sepse bëhemi me atë që humbet. Është i çuditshëm ky fenomen. Ju lutem votoni, vendosni cilin doni në finale dhe ai që fiton mos e merrni inat. Pra rëndësi ka të shkosh në finale i duar trokitur, i dëshiruar nga publiku, i respektuar nga publiku. Të shtunën gara do të shkojë në finale dhe kjo është e sigurt. Votoni Gertën sepse e meriton të shkojë në finale. Dua që të ma duani motrën edhe kur të fitoj, jo vetëm kur të humbas. Dua që ta doni dhe ta respektoni për atë që është ajo, për mënyrën se si ka luajtur. Vota është shumë e rëndësishme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.